Zvicra nuk mund të mbrohet nga një sulm në shkallë të plotë dhe duhet të rrisë shpenzimet ushtarake duke patur parasysh rreziqet në rritje nga Rusia, tha kreu i forcave të saj të armatosura. Vendi është i përgatitur për sulme nga aktorë jo shtetëror ndaj infrastrukturës kritike dhe për sulme kibernetike, por ushtria zvicerane ende përballet me mboshllëqe të mëdha, thot Thomas Suesli. Ajo që nuk mund të bëjmë është të mbrohemi nga kërcënimet nga distanca ose edhe nga një sulm në shkallë të plotë ndaj vendit tonë, tha Suesli, i cili do të largohet nga posti që mban në krye të ushtrisë në fund të vitit. Është e rëndë të dish se në një emergjencë të vërtet, vetëm 1/3 e të gjithë ushtarëve do të ishin të pajisur siç duhet, tha ai. Zvicra po rrit shpenzimet e mbrojtjes, po modernizon artillerinë dhe sistemet toksore dhe po zëvendëson avionët luftarak të vjetër me F-35A të Lockheed Martin, por plani përballet me tejkalime të kostove, ndërsa kritikët vënë në pikpyetje shpenzimet për artillerinë dhe municionet për shkak të financave federale. Suesli tha se qëndrimet ndaj ushtrisë nuk kishin ndryshuar pavarësisht luftës në Ukrainë dhe përpjekjeve ruse për të destabilizuar Evropën. Ai fajsoi distancën e Zvicrës nga konflikti, mungesën e përvojës në luftë dhe besimin e gabuar se neutraliteti ofron mbrojtje. Kjo është historikisht e pasakt. Ka disa vende neutrale që ishin të paarmatosura dhe u tërhoqën në luftë. Neutraliteti ka vlerë vetëm nëse mund të mbrohet me armë, tha ai.